Como ka fituar 3-1 në udhëtim ndaj Monzës në kuadër të javës së 31 në elitën e kampionatit italian. Mërgim Vojvoda ishte fantastik për skuadrën e drejtuar nga Cesc Fabregas duke shënuar një Eurogol. Como ishte duke fituar 2-1 ndaj Monzës ndërsa reprezentuesi i Kosovës shënoi një supergol në minutën e 51. Vojvoda goditi nga distanca duke futur topin në këndin e djathtë të portës së Monzës për rezultatin 3-1. Ky ishte goli i parë i Mërgim Vojvodës në këtë sezon derisa kalimin te Como e kompletoi në janar. Como aktualisht ndodhet në vendin e 13 me 33 pikë dhe ende nuk e ka siguruar mbijetesën. Mërgim Vojvoda do të jetë lojtari më i ri i Komos. Sky Sport ka zbuluar lëvizjen e lojtarit të përfaqësueses së Kosovës brenda elitës së futbollit italian. Vojvoda do të largohet pas më shumë se 4 vitesh te Torino. 30 vjeçari u dakordësua për këtë transferim pasi kishte kontratë të vlefshme deri në fund të sezonit. Aktualisht mbrojtësi i djathtë nga Kosova është i dëmtuar. Rikuperimi i tij pritet të marrë dhe 2 javë të tjera kohë. Cesc Fabregas do të llogarisë shërbimet e Vojvodës për pjesën e mbetur të sezonit. Como po lufton për mbijetesën pas ngjitjes në elitë ndërsa mban vendin e 15 me 22 pikë të grumbulluara. Mërgim Vojvoda ka luajtur 127 ndeshje me Torino në kampionat duke shënuar 2 gola e duke dhënë 14 asist. Në Kupën e Italisë është aktivizuar në 8 ndeshje duke shënuar 1 gol. Para se të transferohej te Torino, Vojvoda ka luajtur në Belgjik për 5 sezone me ekipet Mouscron dhe Standard Liège.